Në aeroportin e Rinasit, me një valigje plot dhurata dhe një zemër plot mall, Ariani kishte vetëm një mendim në kokë: më në fund do t'i përqafonte prindërit pas 2 dekadash ndarjeje. Ishte larguar 20 vjeç i varfër, me një çantë në shpinë dhe me një premtim në zemër: do të kthehem një ditë i pasur që t'ju bëj jetën siç e meritoni. Tani ishte 40. Kishte ndërtuar një jetë të suksesshme në Gjermani, me një biznes, shtëpi dhe familje. Por asnjë ditë nuk kishte kaluar pa menduar për nënën dhe baban, që i kishte lënë në një fshat të vogël në veri. Me një taksi, mori rrugën drejt fshatit të lindjes. Mendonte se do t'i gjente në një shtëpi të re, me kopshte o borë të pastër, siç kishte ëndërruar gjithmonë. Por realiteti që e priste do t'i shkatëronte çdo iluzion. Udhëtimi drejt shtëpisë së harruar, rruga drejt fshatit ishte bërë më e shkretë se kurrë. Disa shtëpi ishin rënuar, të tjera bosh, dhe nëpër rrugë nuk kishte më as së fëmijësh. Ariani ndjente një therrje në shpirt. Ku janë njerëzit? Ku janë fqinjet tanë? Pyeste me veten, ndërsa makina përparonte në heshtje. Kur mbërriti në rrugicën e ngushtë që të çonte në shtëpinë e dikurshme, dielli po perëndonte. Aty ku dikur kishte qenë shtëpia e bardhë e fëmijërisë, tani qëndronte një kasolle e rënuar, me dritare të thyera dhe çati të shkatëruar. Zemra i ngushtua, doli nga makina dhe u afrua me hapa të ngadalta. Një erë e ftohtë frynte, ndërsa nga brenda dëgjoheshin kollitje të lehta. Ariani hapi derën me duar që i dridheshin. Brenda, në një qoshe të errët, pa nënën e tij të thinjur, të mbështjellë me një batanije të vjetër, dhe babain që mezi ngrihej nga krevati. Dhoma ishte e zbrazët, pa drita, pa ngrohje, nuk i besonte syve. Prindërit që kishte lënë dikur krenare të fortë, tani jetonin në mirim. Nën bab, jam unë. Ariani zëri ju drodh, nëna e pa, sytë ju mbushën me lot. Arian more birë. U ktheve më në fund, ata u përqafuan gjatë, mes lotësh dhe heshtjes së dhimbshme. Ariani ndjente turp, faj, mall dhe dashuri në të njëjtën kohë. Kishte vite që dërgonte para, por asnjëherë nuk kishte ardhur të shihte si ishin vërtet. Nuk e kishte ditur që ata, me krenari, nuk kishin prekur asnjë qindark nga ato që u kishte dërguar. Kishin kursyer çdo gjë për ta kthyer ndoshta në shtëpi një ditë më të bukur, por ajo ditë kishte ardhur shumë vonë. Dhimbja e një rikthimi të vonuar. Ariani qëndroi për disa sekonda pa lëvizur, i mbir, me sytë që i vërtiteshin ngadalë në çdo cep të dhomës së errët. Dritarja ishte mbuluar me një batanije të grisur që shërbente si perde. Dyshemeja ishte e ftohtë, me copa dërasash të thyer dhe një kovë ujë në qoshe që mbante lagështin jashtë. Në një tavolinë të vogël që mezi mbahej në këmbë, kishte një pjatë me bukë të thatë dhe pak gjizë. Një kandil i vjetër ndriçonte me flak të zbethë, duke hedhur hijet e thinjura të prindërve mbi murin e shkatëruar. Zemra i rahu fort. Nën, pse? Pse kështu? Pse nuk më keni treguar? Tha me zë të ngjirur. Nëna uli sytë. Lotët i rëshitën but në faqet e rrudhura. Bir. Nuk deshëm të shqetësonim. Na kishe thënë se punoje shumë, se jeta atje ishte e vështirë. Ne nuk donim të ishim barë për ty. Ariani u ul pranë saj, ia mori duart dhe i puthi. Ishin të ashpra, të ngrira, duar që dikur e kishin rritur me dashuri. Ju kam dërguar para çdo muaj. Çdo vit. Pse nuk i keni përdorur? Babai ngriti kokën ngadalë. Zëri i tij ishte i lodhur, por krenar. I ruanim për ty, djalë. Mendonim se do të ktheheshe dhe do të ndërtonim bashkë një shtëpi të re. Nuk donim të shpenzonim për veten tonë, se ne jemi mësuar me pak. Fjalët i përplasën në zemër si çekiç. Gjithë vitet që ai kishte menduar se ata po jetonin mirë, ata kishin jetuar me nder, pa kërkuar kurrë më shumë se një copë bukë dhe një çati që rrinte. Kishin refuzuar ndihmën e fqinjëve, kishin fshehur varfërinë e tyre për të mos turpëruar djalin e suksesshëm që jetonte jashtë. Ai u ngrit. Sytë ju mbushën me mall e faj.
U afrua tek dritarja, hapi batanien dhe pa jashtë. Obori ishte mbuluar me barë të egër, pemët ishin tharë, dhe kopshti i dikurshëm plot jetë tani ishte një tokë e harruar. Një fëmijë i lagjes kaloi nëpër rrugë dhe e pa me kureshtje, por nuk e njohu. Askush nuk e njihte më Arjanin. Ishte kthyer në një huaj në vendin e vet, nëna e thiri but, hajde bir, ulu. Hajde të ham bashk, s'kemi shumë, por të paktën je këtu tani. Ai ul mes tyre dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu aromën e fëmijërisë, bukë e ngrohtë, dashuri e thjeshtë, por me një hije trishtimi që nuk do të harronte kurrë. Gjatë natës nuk fjeti dot. Çdo trokitje e erës mbi dritare, çdo krismë e dërrasave ia kujtonte mungesën e tij. Kishte jetuar në luks, por prindërit e tij kishin mbijetuar në varfëri. Kishte fituar pasuri, por kishte humbur vitet më të rëndësishme të dashurisë. Dhe tani e kuptonte se asnjë pasuri nuk mund ta shlyente fajin që ndjente, sekretet e heshtura të prindërve. Në mëngjes ai u zgjua herët. Nëna po ndiste zjarrin me ca dru të mbledhura në pyll, ndërsa babai përpiqej të merrte frymë lehtë, kollitej shpesh, "Baba, je sëmur?" Pyeti i shqetësuar. "Jo, jo. Vetëm pak ftoje," tha me zë të dobët. Por Arjani e pa në sytë e tij se kishte diçka më shumë. "Pse nuk ke shkuar te mjeku?" "Çfarë mjeku, bir? Ne këtu s'kemi qendër shëndetësore afër. S'kemi as makina. Shkojmë kur s'mbajmë dot më, por tani s'kemi pasur mundësi." Arjani ndjeu një lëmsh në fyt. Doli jashtë dhe shikoi përreth. Shtëpitë përreth ishin bosh, shumë familje ishin larguar. Vetëm një plake që mbante dhit në rrugë e përshëndeti. "Ti je djali i Xhabeqirit?" U ktheve më në fund, "More bir?" Ai pohoi me kokë, "Ata kanë vuajtur shumë. Pas vdekjes së djalit të madh, mbetën vetëm. Ti u largove. Ata nuk donin të të rëndonin." Arjani u shtang, "Cili djalë?" Plaka uli kokën, "Se di ata kanë thënë. Por vëllai i vogël jetoni, u sëmur rënd para 10 vitesh. Ata se kishin me çfarë ta dërgonin jashtë. E humbën." Dhe prej asaj kohe u mbyllën në vete. Sytë e Arjanit u zgjeruan. Ai nuk dinte asgjë. Prindërit nuk i kishin treguar as për vdekjen e të vëllait. Kishte jetuar në botën e tij, pa e ditur dhimbjen që kishte shkatëruar familjen. U kthye me nxitim brenda, syt plot lot, "Nën. Pse? Pse nuk më thatë asgjë? Si mund ata mos e di?" Nëna nisi të qaj, "Çfarë do të bëje, bir? Ishte shumë vonë. Ti ishe larg, kishe jetën tënde. S'deshëm të prishnim zemrën." Arjani ndjeu se toka i rrëshiste nën këmbë. Ndjeu boshllëk, mall, faj dhe dhimbje. Tani kuptonte se mosthimi i tij nuk kishte qenë thjesht mungesë fizike, kishte qenë humbje e lidhjes, e ndjenjës, e gjithçkaje që e bënte familjen të plotë. Ai vendosi menjëherë, "Nën, baba. Kjo nuk do të vazhdoj më. Do t'ju marr me vete. Do ndërtojmë shtëpi të re. Do të shërohemi bashkë." Por babai tunte kokën ngadalë, "Jo, bir. Kjo është shtëpia jonë. Këtu kemi lindur, këtu do të vdesim. S'mund të largohemi më." Arjani u ndal. E kuptoi se për ta, toka, fshati, kujtimet ishin më të forta se çdo luks. Por ai e dinte se duhej të bënte diçka. Mbrëmjen e asaj dite, doli në fshat, takoi disa banorë. Foli me kryeplakun dhe me njerëz të njohur. Të gjithë i thanë të njëjtën gjë, prindërit e tu kanë qenë gjithmonë krenar. Nuk kanë kërkuar kur ndihmë. Kanë jetuar me nder edhe në varfëri. Tani, Arjani ndjente një mision, t'i shpërblente për çdo lot që kishin derdhur në heshtje. Nuk mund të kthehej pas në kohë, por mund të ndryshonte çdo ditë që do të vinte më pas. Në darkë, u ul pranë tyre dhe tha, "Nuk do largohem më. Kam lënë gjithçka pas. Tani do të qëndroj këtu, me ju.
Nëna ja preku faqen me duart e ashpra, me dashurinë që s'kishte ndryshuar kurrë. S'na duhet pasuria, birë. Na duhet ti tani që u ktheve, jeta na u kthye. Ariani e kuptoi se pasuria e vërtet nuk ishte ajo që mbarte në valixhe, por dashuria që kishte harruar ta jetonte. Një mëngjes i ri, me vendime të reja, drita e mëngjesit hyri në përvrimat e murit të plasaritur. Ariani u zgjua më herët se zakonisht. Gjatë natës nuk kishte fjetur shumë, zemra i rritë fort nga mendimet. E ndjente fajin, por edhe një forcë të re. Ishte koha për të ndryshuar gjithçka, doli jashtë dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu aromën e tokës së lagur nga vesa, erën e maleve që e kishin rritur. Kujtimet ju kthyen si film, ai djaloshi që luante me top balte, që vraponte pas lopëve, që ëndërronte të ikte e të bëhej dikush. Tani ishte kthyer dikush, por ndjente se kishte humbur vetveten. Nëna po përgatiste mëngjesin, bukë misri dhe një gotë qumësht dhije. Baba i rinte ulur në karrigen e vjetër, me bastunin në dorë, i menduar, mirëmëngjes, birë. Mirëmëngjes, baba. Sot do të dal në qytet. Dua të flas me ndërtues, me bashkinë. Do të ndërtoj një shtëpi të re për ju. Baba i buzëqeshi me dhembje, mos u lodh, birë. Kjo na mban gjallë, kjo kasole. Këtu kemi çdo kujtim të jetës sonë. Por Ariani u përkul pranë tij, ja mori dorën dhe ja puthi, do t'i mbaj kujtimet, baba, por s'dua t'ju shoh më duke ngrirë dimrin. Do ta bëjmë shtëpinë këtu, në të njëjtin vend. Me dru, me gur, por të fortë dhe të ngrohtë. Baba i se kundërshtoi më. Ai e dinte se djali po fliste me shpirt. Nëna, me sytë që i shkëlqenin nga lotët, tha vetëm një fjalë, mirë se u ktheve, birë. Të nesërmen, Ariani zbriti në qytet. Shkoi në zyrat e komunës, kërkoi dokumentet e pronës, gjeti ndërtues lokal. Të gjithë e njohën si djali i Beqirit dhe i folën me respekt. Disa i thanë, të lumtë që u ktheve. Askush s'kthehet më në këto fshatra. Ai buzëqeshi, por në zemër ndjente trishtim. Sa shqiptar janë larguar, e prindërit e tyre po plaken vetëm, si të mijat. Pas dite u kthye me plane, me materiale ndërtimi dhe me një vendim. Shtëpia do fillonte të ndërtohej menjëherë. Fshati që e kishte harruar, tani zgjohet, kur kamionet me tulla dhe dru mbërritën në rrugicën e ngushtë. Fshati u trazua. Fëmijët dolën të shihnin, plakat u ulën në përpragje. Dikush pyeti, ç'po ndodh? Një burr tjetër tha, u kthye djali i Beqirit. Po i rindërton shtëpinë. Në pak ditë, rënojat e kasolles u pastruan dhe një themel i ri u ngrit mbi tokën e vjetër. Ariani punonte vetë me duart e tij, ndonse nuk kishte nevojë. Punëtorët e shihnin me habi, një njeri që vinte nga jashtë, me para, por që merrte lopatën në dorë. Një ditë, ndërsa po mbante një thes cimentoje, një grua e moshuar ju afrua. Ti je Ariani, apo jo? Po, zonjë. Të mbaj mend që i vogël. U rrite, ike dhe tani u ktheve. Uroj të qëndrosh. Birë. Këto anë janë boshatisur. Vetëm pleqt kanë mbetur. Ajo i tregoi për shumë fshatarë që ishin larguar, për tokat që ishin tharë, për shkollën që ishte mbyllur. Ariani ndjeu një thikë në shpirt. Ai nuk donte vetëm të ndihmonte prindërit, donte të ringjallte vendin që e kishte rritur, kështu filloi të mendojë më gjerë. Bëri plane për të hapur një punishte druri, për të punësuar disa njerëz të fshatit, për të ndihmuar me ujësjellsin. Kishte vite që investonte jashtë, tani donte të investonte në vendin e tij, në darkë, u kthye në kasollën e vjetër ku ende flinin derisa të mbaronte shtëpia e re. U ul pranë zjarrit me prindërit. Nëna po qepte një këmishë e vjetër, ndërsa baba i rinte në heshtje. Ju kam munguar shumë, apo jo? Pyeti me zë të budh, nëna uli kokën, çdo ditë, birë. Çdo natë. Ariani ndjeu se lotët i rridhnin vetvetiu.
Nuk kishte dhimbje më të madhe se sa të kuptonte që dashuria më e madhe e jetës tënde kishte pritur, heshtur dhe duruar, ndërsa ti kishe qenë larg. Letra e vëllait të ndjerë një mbrëmje, ndërsa po pastronte një dollap të vjetër në qoshe. Ariani gjeti një kuti druri të mbuluar me pluhur. Brenda kishte disa letra të zverdhura, të lidhura me një fije të hollë litari. Në krye të tyre shkruaj me shkrim fëmijëror për vëllan tim. Arianin. Zemra i ngurtësua. Ishin letrat e vëllait të vogël, jetonit, që kishte ndëruar jetë 10 vite më parë. I dridhur, hapi të parën, shkruante: Arian, si je? Unë jam mirë, edhe pse më mungon shumë. Mami e babi janë të fortë, por ndonjëherë i shoh duke qarë natën. Unë dua të bëhem si ty, të iki jashtë, të bëj para dhe të ndërtoj një shtëpi të madhe. Po më ka marrë pak kohë këto kohë. Mos u shqetëso, do kaloj. Hapi të dytën, Arian, doktori tha se më duhet kurim. Mami po qan shpesh, por s'dua të ta them që të mos mërzitesh. Shpresoj të vish një ditë dhe të më çosh në spital. Do të luajmë bashkë si dikur. Lotët i mbuluan faqet. E hapi të tretën, me dorë që i dridhej, nëse një ditë nuk më gjen më, mos u mërzit. Të dua shumë, vëlla. Mbaji mamin dhe babin afër. Mos i lër vetëm. Ata janë bota jonë. Ariani i mbajti letrat në gjoks dhe shpërtheu në vaj të fortë. Asnjë dhimbje nuk ishte më e rëndë se ajo që ndjente tani. Kishte humbur një vëlla pa e përqafuar, kishte lënë prindërit në errësirë dhe asgjë s'mund ta kthente më atë kohë. Nëna hyri në dhomë, e pa të përkulur mbi kutinë, i gjete. I ruaja çdo ditë, birë. Ai shkruante çdo muaj, por nuk i dërguam dot. Se doja të ngarkonim me dhimbje. Ti ishe larg, ne këtu. Ariani e përqafoi nënën me forcë. S'duhet ti kishit fshehur, nën. S'duhet. Do kisha ardhur menjëherë. Ne menduam se do ktheheshe kur të ishe gati, birë. E di që do ktheheshe, po jeta na e mori përpara. Ajo natë u mbush me lot, por edhe me një vendim të ri, Ariani do të jetonte për t'i nderuar, për të mbajtur premtimin që vëllai i vogël kishte shkruar në letrën e fundit. Ditët kalonin dhe Ariani përpiqej të kuptonte se si jeta e prindërve të tij kishte përfunduar në atë gjendje. Ai nisi të fliste me fqinjet, me njerëzit që dikur kishin qenë shok të babait dhe nënës. Shumë sy u ulën për tokë kur e pan. Disa i thanë se koha kishte qenë e vështirë. Të tjerë e shmangën, duke mos dashur të kujtonin varfërinë që i kishte përfshirë të gjithë një mbrëmje. Ndërsa rinte ulur me baban pranë sobës, Ariani pyeti me zë të ulët: pse nuk më treguat asnjëherë, babë? Pse nuk më thatë që nuk kishit më as bukë? Plaku uli syt. Zëri i tij u drodh: si do ta tërboja shpirtin tënd, birë? Ti ishe larg, po punoje, po ngrije jetën tënde. S'kishim zemër të prishnim ëndrrën. Nëna qëndronte në qoshe, me duar të lodhura mbi prejer. Lotët i rridhnin pa zë, ne menduam se ti ishe mirë, Arian. Mjaftonte ajo, Ariani ndjeu një therrje në shpirt. Kishte dërguar para, kishte telefonuar ndonjëherë. Por asnjëherë nuk ishte ndalur të pyeste nëse mjaftonin, nëse kishin nevojë për më shumë se para, për një përqafim, një zë, një dorë pranë. Të nesërmen, ai vendosi të vepronte. Filloi të pastroi oborrin, të lyente muret, të rregullonte çatin që pikon. Fshatarët e panë dhe disa ju bashkuan, duke i thënë: ti je djali i Sadikut, apo jo? U bë kohë që s'të kemi parë. Po, unë jam, tha ai me një buzëqeshje të zbehtë. Dua t'i jap shtëpisë frym përsëri, për herë të parë pas shumë vitesh, shtëpia filloi të marrë jetë. Ariani kuptoi se ajo që i mungonte prindërve të tij nuk ishin vetëm paratë, por prania, dashuria. Vëmendja. Ai shkoi në bashki, kërkoi ndihmë për pensionet, për të siguruar që prindërit e tij të mos mbeteshin më kurrë në errësirë e ftohtë. Në mbrëmje, kur ndezën sobën dhe u ulën pranë saj, babai i tha me zë të butë: shtëpia s'kishte nevojë për bojë,
Birë, por për ty, Arjani uli kokën, duke kuptuar se më shumë se çdo valigje plot dhurata, ajo që kishte sjellë vërtet jetë ishte kthimi i tij. Ditët u kthyen në javë dhe fshati filloi të ndryshonte bashkë me Arjanin. Çdo mëngjes, ai zgjohej herët, ndiste zjarrin dhe përgatiste mëngjesin për prindërit. Nëna e vështronte nga dritarja me sy të mbushur malle krenari, ndërsa babai ngrohte duart pranë sobës dhe kujtonte ditët kur e kishte mbajtur Arjanin për dorë, kur ishte një fëmijë që ecte në baltën e fshatit me çizmet e grisura. Tani, ai fëmijë ishte kthyer burr, me flokë të thinjur dhe duar që nuk i dridheshin më nga lodhja, por nga përgjegjësia. Një ditë, ndërsa pastronte hambarin e vjetër, Arjani gjeti një thes me rroba të vjetra dhe një kuti druri të mbuluar me pluhur. Brenda saj ishin letrat që ai kishte dërguar nga jashtë, të palosura e të mbajtura si relike. Në secilën, prindërit kishin shkruar përgjigje, letra që kur nuk ja kishin dërguar. Ai i hapi me duar që i dridheshin. Fjalët ishin të thjeshta, por plot dashuri. Biri ynë, jemi mirë, mos u mërzit. Mos kthe kokën mbrapa. Ndërto jetën tënde. Ne do të presim gjithmonë. Arjani qau. Ishin lot që se kishte derdhur për vite. Lot faji, mall dhe dashurie. Ai e kuptoi se emigrimi i kishte dhënë shumë, por i kishte marrë më tepër, vite që nuk do t'i kthente më kurrë. Në darkë, i ulur me prindërit në tryez, ai foli me vendosmëri, nuk do të largohem më. Kam humbur shumë. Kam jetuar një jetë pa rënje. Tani dua t'i ngul këtu. Nëna i zgjati dorën, me sy që ndritnin në dritën e sobës. Ne nuk të kërkuam kurrë të ktheheshe, Arjan. Vetëm të ishe i lumtur. Por nëse zemra jote të solli këtu, atëherë Zoti na e plotësoi dëshirën më të madhe. Arjani nisi të rindërtonte shtëpinë, pastaj tokën. Punoi çdo ditë, mbolli pemë, rregulloi kopshtin, solli dritë dhe ujë të rrjedhshëm. Fshatarët e panë dhe filluan ta respektonin, ta pyesnin për këshilla, ta ndihmonin. Ai u bë shembull për ata që kishin ikur e që tani mendonin të ktheheshin. Një mbrëmje, ndërsa dielli perëndonte mbi malet, Arjani u ul pranë portës dhe pa baban që flinte në karrigen e vjetër dhe nënën që qepte pranë dritares. Ai kuptoi se lumturia nuk gjendet në pasurinë e huaj, por në duart që të presin, në zërin që të thërret biri im me dashuri të pastër. Me kalimin e kohës, Arjani nuk e pa më kthimin e tij si një rikthim të thjesht familjar, por si një mision. Ai e ndjente se fshati ishte i braktisur, se shumë të rinj ishin larguar në emigrim si ai, duke lënë prapa pleq të lodhur e shtëpi të rënuara. Një mëngjes, ndërsa pinte kafen me babain në obor, tha, bab, nuk dua vetëm të rregulloj shtëpinë tonë. Dua të ndihmoj edhe të tjerët. Këtu ka shumë që vuajnë në heshtje, Sadiku e pa me sy të thellë dhe të ngrohtë, bëje, birë. Zoti të ka dhënë duar e mend për t'i ndihmuar të tjerët. Mos e mbaj vetëm për vete. Arjani filloi të fliste me kryetarin e bashkisë, me organizatat lokale, dhe pak nga pak nisi një nismë për të ndihmuar pleqt e vetmuar. U siguronte ushqim, ilaçe, ndihma ekonomike. Ai përdori kursimet që kishte mbledhur në emigracion, duke mos e parë si humbje, por si bekim. Një ditë, një grua e moshuar, e mbetur vetëm, i tha me lot në sy, ti je si djali që Zoti na e dërgoi. Ne nuk kemi askën, por tani nuk ndjehemi më të harruar. Arjani kuptoi se dashuria nuk është thjesht ndjenjë, është veprim. Ishte kthyer jo vetëm për prindërit, por për gjithë ata që kishin mbetur pas. Ndërsa ditët kalonin, shtëpia e tij u kthye në një streh për shumë njerëz. Ai organizonte mbrëmje ku mblidheshin fqinjet, këndonin këngë të vjetra, rrëfenin histori. Fshati filloi të marrë frymë ndryshe, më i gjallë, më i bashkuar. Nëna e tij, me lot në sy, i tha një natë, sa mirë që Zoti të solli. Ti e ringjalle këtë vend, birë. Nuk është më i heshtur, si që ishte kur s'ishte askush. Një ditë, Arjani mori një letër nga një mik i vjetër i emigracionit, që i shkruante, kam parë se çfarë po bën. Po mendoj të kthehem edhe unë. Më mungon toka ime. Ai buzëqeshi. Kjo ishte fitore më e madhe se çdo para apo shtëpi jashtë vendit, frymëzimi i të tjerëve për t'u kthyer, për të mos harruar rrënjët.
Në mbrëmje, teksa pa prindërit duke fjetur të qetë, mendoj me vete, kam humbur shumë vite, por Zoti më dha kohë për t'i shlyer. Ai nuk ishte më emigranti që kërkon të lumturi në botë të huaj. Ishte biri që kishte gjetur kuptimin e vërtet të jetës, aty ku kishte lindur. Një mëngjes i ftohtë dimri, Arjani po ecte nëpër fshat, kur pa disa shtëpi të tjera që ishin në gjendje të mjerueshme. Pleqt rrinin në dritare, me sy të lodhur dhe fytyra të mplakura nga pritja. Zemra i u drodh. Ai nuk mund të qëndronte indiferent. Atë ditë mori një vendim që do ta ndryshonte përgjithmonë jetën e fshatit. Do hap një qendër ndihme, tha me vendosmëri në darkë, ndërsa rrinte me prindërit pranë sobës. Një vend ku çdo njeri i vetmuar, çdo plak i harruar, të gjej streh, ushqim dhe dashuri. Nëna e pa me lot në sy, Zoti të bekoft, bir. Kjo është vepër që nuk e shpërblen askush, veç qiellit. Disa javë më vonë, me ndihmën e bashkisë dhe disa shokëve të kthyer nga emigracioni, Arjani bleu një godinë të vjetër shkollore dhe nisi ta rinovojë. Çdo ditë punonte vetë me duart e tij, lyente, pastronte, vendoste dritaren e mobilje. Fshatarët u bashkuan një nga një. Gratë sollën batanie, burrat ndihmuan me ndërtimin. Në pak muaj, qendra mori jetë, një vend i ngrohtë për të gjitha ata që jeta i kishte harruar. Në hyrje vendosi një tabelë ku shkruhej shtëpia e zemrës, sepse çdo zemër kishte nevojë për një streh. Në ditën e hapjes, Arjani qëndroi para derës me prindërit për krah. Fshati u mblodh dhe të gjithë pan me krenari atë që dikur ishte thjesht një emigrant i larguar, e tani ishte kthyer në dritë për të tjerët. Një plak, me baston në dorë, ju afrua dhe i tha, të gjithë ikën, ti u ktheve. Ti s'erdhe për të marrë, por për të dhënë. Kjo është pasuria e vërtetë, bir. Në sytë e Arjanit ndritonte dritë, por edhe dhimbje për vitet e humbura. Ai e dinte se nuk mund t'i kthente më, por mund t'i mbushte me dashuri ditët që i mbeteshin. Në mbrëmje, në qendër, ai pa pleqt që hanin bashk, qeshnin, rrëfenin histori. Zjarri në oxhak digjej dhe drita ndriçonte fytyrat e tyre të lodhura, por të lumtura. Nëna ju afrua dhe i tha but, tani e kuptoj, biri im. Ti s'u ktheve thjesht për ne. Zoti të solli për të gjithë. Arjani e përqafoi fort, duke ndjerë se për herë të parë pas shumë vitesh, zemra e tij ishte plot. Nuk ishte më vetëm biri i një fshati të harruar, por shpresa e një vendi që kishte nevojë për dashuri, kujdes dhe njerëzi. Pas disa muajsh, shtëpia e zemrës ishte bërë qendra e shpirtit të fshatit. Çdo ditë, aty mblidheshin pleq që nuk kishin më askënd, fëmijë që kërkonin ndihmë për shkollë, e të rinj që ishin kthyer nga jashtë dhe nuk dinin nga t'ja nisnin. Arjani i dëgjonte të gjithë me durim, i këshillonte dhe mbi të gjitha i frymëzonte. Një ditë, një djalë i ri me emrin Luan i tha me zë të tronditur, kam marrë dokumentet për në Gjermani. Nuk shoh asnjë të ardhme këtu. Arjani i vuri dorën mbi supë dhe i tha, e di çfarë ndjen, bir. Edhe unë ashtu u ndjeva dikur. Por jeta nuk është gjithmonë më e mirë atje ku ndriçon më shumë dielli. Është më e mirë aty ku ka rënjë, ku ka dashuri, ku ka njerëz që të presin. Luan heshti gjatë, pastaj uli kokën, po nëse nuk ja dal, do ja dalim bashkë. Këtu. Do punojmë. Do ndërtojmë, do krijojmë diçka që do të mbetet pas nesh. Fjalët e Arjanit u përhapën në gjithë fshatin. Të rinjt filluan të afrohen, të kërkojnë mënyra për të punuar tokën, për të ngritur biznese të vogla, për të mos u larguar më. Ai nisi trajnime, i ndihmoi të gjenin fonde, madje solli ekspert nga qyteti për t'i mësuar si të menaxhonin bujqësinë moderne. Një mëngjes pranvere, fshati dukej më i gjallë se kurrë. Në arat e mbjella punonin të rinj me duar të forta e zemra plot shpresë. Në qendër dëgjoheshin zëra, këngë, fëmijë që qeshnin. Arjani ecte mes tyre, me baban për krah dhe nënën që e ndiqte nga dritarja. Në mbrëmje, teksa dielli perëndonte mbi malet, baba i tha me zë të butë, ti i ktheve shpirtin këtij vendi, bir. Tani mund të ikësh në paqe, edhe nëse një ditë Zoti të thërret. Arjani buzëqeshi, jo, babë. Tani nuk iki më. Këtu është vendi im.
Këtu dua të pleqëroj me ju dhe me këtë tokë që më dha gjithçka. Nëna e përqafoi me lot në sy, ti u bëre dritë për shumë njerëz. Dhe drita nuk shuhet kur, ndërsa nata mbulon të fshatin, Ariani ndjeu qetësi. Ai e dinte se kishte gjetur paqen që kishte kërkuar gjithë jetën. Jo në qytetet e huaja, jo në pasuri, por në rënjët që nuk i vdesin kur, në dashurinë për prindërit, për vendin dhe për njerëzit që kishin nevojë për të. Koha kalonte dhe fshati lulëzonte si kur më parë. Shtëpia e zemrës ishte bërë zemra e bashkësisë, një vend ku çdo njeri gjente ngrohtësi, ushqim me një fjalë të mirë. Por një ditë, ndërsa Ariani po kontrollonte tokat me disa të rinj, mori një lajm që i ngryu gjakun. Baba i tij, Sadiku, ishte rrëzuar në obor dhe nuk po ndjente më as duart, as këmbët. Ai vrapoi me zemër që i rrite fort. E gjeti babain shtrirë në tokë, me fytyrën e zbeth, por me sytë që e kërkonin të birin. Mos u frikso, bab, jam këtu, i tha Ariani duke e mbajtur në krah. E çoi me urgjencë në spitalin e qytetit. Mjekët i thanë se ishte goditje në tru. Disa ditë vendimtare, Ariani u ul në korridor, me duar që i dridheshin. Nëna qante në heshtje pranë tij, ai ndjeu një peshë të madhe në shpirt. Ishte kthyer për t'u kujdesur për prindërit, por jeta e sfidonte sërish. Në ato orë të gjata pritjeje, ai kuptoi se sa i brisht ishte koha, dhe se dashuria duhej dhënë çdo ditë, sepse nesër mund të jetë vonë, pas disa ditësh të vështira. Sadiku hapi sytë. I lodhur, por i gjallë, birë. Përshpëriti me zë të dobët. Mos qaj. E rëndësishme është që të shoh. Këtu, Ariani i mbajti dorën dhe u betua në heshtje se do t'i qëndronte pranë çdo çast që do t'i jepte Zoti, pas daljes nga spitali. Sadiku nuk mund të ecte më si më parë. Kishte nevojë për kujdes, për ndihmë të vazhdueshme. Ariani i qëndronte pranë çdo mëngjes, e ushqente me dorë, i lexonte libra, i sillte muzikë të vjetër që e qetësonte. Nëna e shite me mall e lodh në sy, nuk e mendoja kurrë që do të shija kaq të përkushtuar, birë. Ti u bëre si engjëll për ne, por edhe pse i lodhur, Sadiku e ndjente se kishte kryer misionin e tij. Një mbrëmje, ndërsa po perëndonte dielli, ai i tha Arianit, mos harro, biri im. Njeriu nuk vlerësohet nga ajo që fiton, por nga ajo që lë pas. Ti ke lënë gjurmë. Mos e ndal, Ariani e përqafoi fort, pa mundur të mbante lotët. Nuk do të ndalem, bab. Ti më dhe forcën, unë do e çoj përpara, të nesërmen. Ai mblodhi të rinjtë e fshatit dhe u tha, jeta është dhuratë. Mos e humbni duke ikur. Ndërtoni këtu, pranë rënjeve. Ne mund të bëjmë mrekulli bashkë, dhe fshati, i frymëzuar nga dashuria e tij për prindërit dhe vendin, nisi një kapitull të ri, një kapitull ku njeriu nuk kërkonte më të arratën, por gjente lumturinë aty ku kishte lindur. Koha kalonte, dhe pranvera erdhi përsëri mbi fshat. Lulkuqet mbushën arat, zogjt këndonin mbi degët e mollëve, dhe shtëpia e Arianit ishte plot jetë. Por në zemrën e tij, një ankth i butë nuk e linte të qetë. Babai, Sadiku, ndonse i gjallë dhe i kthjellët, po dobësohej çdo ditë e më shumë. Zëri i tij po zbehej, hapat po i mungonin, e syt, dikur plot forcë, tani ishin të lodhur, sikur donin të thoshin lam të mirë. Një mbrëmje e qetë, ndërsa dielli perëndonte, Sadiku kërkoi t'i qëndronin pranë. Ariani dhe nëna u ulën pranë krevatit. Ai i mori duart dhe buzëqeshi lehtë, birë, tha me zë të butë, mos u trishto. Kam parë gjithçka që dëshiroja të shoh. Ti u ktheve, shtëpia jonë u mbush përsëri me jetë. Ariani mbajti lotët, por sytë e tij u mbushën me ndjenjën, bab, mos fol kështu. Do shërohesh, do ecim përsëri nëpër arat tona. Sadiku lëvizi kokën me butësi, jo, biri im. Koha ime po vjen. Por zemra më është e qetë, sepse ti u bëre njeri i madh, jo me pasuri, por me shpirt. Mos e harro kurrë këtë, ajo natë ishte e gjallë. Në agim, kur drita e parë depërtoi në dritare, Sadiku mbylli sytë përgjithmonë, me dorën në dorën e të birit. Një lot i heshtur rrëshiti në faqen e Arianit.
Ai nuk bërtiti, nuk qau me zë, vetëm përqafoi trupin e babait dhe përshpëriti, të falenderoj për gjithçka. Tani do të jetosh përmes meje, çdo ditë, lajmi i vdekjes së Sadikut u përhap në gjithë fshatin. Të gjithë u mblodhen për ta përcjellë me nderime. Ishte njeriu që kishte rritur një bir që u kthye, që i dha jetës kuptim. Në varrim, Arjani mbajti një fjalë që preku çdo zemër, babai im më mësoi se pasuria më e madhe është dashuria për njerëzit dhe për tokën ku ke lindur. Ai iku, por la pas një trashëgimi që do të jetoj në çdo zemër që do ndihmoj, në çdo dritë që do ndizet për një plak të vetmuar. Pas varrimit, Arjani u kthye në shtëpi me nënën. E mbështolli me krah dhe i tha, nuk je vetëm, nën. Do ta mbaj premtimin ndaj babait. Do e bëj këtë vend të lulëzoj më shumë se kur, ditët që pasuan ishin të mbushura me dhimbje, por edhe me vendosmëri. Arjani e dinte se mënyra më e bukur për të nderuar baban ishte të vazhdonte misionin e tij. Ai filloi një projekt të ri, një fermë komunitare, ku pleqt dhe të rinjt punonin bashk, ndanin frytet dhe fitimet, duke e kthyer fshatin në një shembull për gjithë zonën. Në mbrëmje, kur shikonte qiellin me hyje, ai ndjente praninë e babait, si një dritë e qetë që e udhëhiqte. Dhe çdo herë që një plak buzëqeshte në shtëpinë e zemrës, ai e dinte se Sadiku po buzëqeshte bashkë me ta, nga lart, koha po kalonte, dhe në shtëpinë e vjetër të prindërve. Arjani filloi të ndjente një ndjenjë që nuk e kishte provuar kurrë më parë, ndjenjën e rënjes. Çdo mëngjes zgjohej me zërin e zogjve, me aromën e kafes që përgatiste nëna. Me fjalët e pakta të babait që tani ishin bërë si një melodi që i mbushte shpirtin me qetësi. Por brenda tij, një pjesë ende luftonte, një pjesë që ndjente se kishte ardhur shumë vonë, një mbrëmje, ndërsa po rrinte me prindërit në verandë, në dritën e zbeth të hënës, babai foli me një ton të ngadalshëm, por të thellë, Arjan, jeta është si lumi. Nëse e le të rrjedh pa u kthyer kur pas, kur të vish një ditë, se gjen më siç e le. Ti u ktheve, bir, por lumi ka ndryshuar. Dhe ne kemi ndryshuar bashkë me të. Arjani uli syt, pa duart e rrudhura të babait që ishin si rënjë toke, dhe ndjeu dhimbjen e çdo viti që kishte munguar. Ai e kuptoi se ajo çfarë kishin humbur nuk ishte vetëm pasuria, por vitet që s'do të ktheheshin më, të nesërmen, vendosi të mos qëndronte më thjesht si mysafir. Ai nisi të rregullonte oborrin, të lyente muret e vjetra, të mbillte lule, si dikur kur ishte fëmijë. Nënës si shndriti fytyra, ishte si të shite djalin e vogël që luante nëpër obor. Por për Arjanin, çdo gjë ishte një përpjekje për të ndjerë i falur, nga koha, nga fati, nga vetvetja. Një ditë, teksa po shkonin në treg, Arjani dhe nëna kaluan pranë një ndërtese të rënuar. Aty, në një qoshe, pan një grua të moshuar që kërkonte lëmosh. Nëna ndaloi dhe i dha një copë bukë. Arjani e pa me habi dhe i tha, nën, pse ndalesh gjithmonë, ajo buzëqeshi but, se varfëria s'është turp, bir. Turp është të harrosh si ndihmohet, këto fjalë i mbetën thellë në mendje. Ai nisi të kuptonte se dashuria dhe kujdesi që kishte munguar për vite nuk mund të zëvendësoheshin me para apo dhurata. Ato duheshin ndarë me vepra, me praninë, me zemrën. Në javët që pasuan, Arjani filloi të ndihmonte edhe të tjerët në fshat. Riparoi shtëpinë e një plaku të vetmuar, solli ushqime për një nën të vet, ndihmoi fëmijët me libra për shkollë. Njerëzit nisën ta shihnin si një bir të humbur që ishte kthyer për të shlyer mëkatet e mërgimin. Por, netëve të gjata, kur gjithçka pushohej, Arjani ndjente ende brenda një boshllëk që s'kishte emër. Ai e dinte se sa do të bënte, nuk mund të kthehej në kohë. Por ndoshta, me çdo vepër të mirë, mund të ngjallte diçka të re, një jetë ku dashuria nuk mungonte më. Në heshtje, ju betua vetes se nuk do të largohej më kurrë. Se do të qëndronte aty pranë tyre për aq kohë sa jeta do t'i lejonte, në atë vend që e kishte lindur, e që e kishte pritur, edhe pse me plagë në zemër. Me kalimin e muajve, Arjani filloi të bëhej pjesë e çdo dite të fshatit. Njerëzit që dikur e shikonin me habi, tani i flisnin me respekt e dashuri.
Kishte filluar të punonte tokën bashkë me babajn, të rindërtonte kasollen e vjetër dhe të mbillte pemë që do të jepnin fryte vitet e ardhshme. Ishte një punë e lodhshme, por çdo djers që i rrithte në ball, i dukej si një shlyerje për vitet që kishte munguar. Një pasdite, teksa po kthehej nga arat, pa disa fëmijë që luanin në rrugë me topë të vjetër. Ai u ndal dhe i pa me mall, sepse dikur kishte qenë edhe ai një ndër ta. Njëri prej fëmijëve ju afrua dhe e pyeti, "Xhaxhi Arjan, është e vërtet që ti ke jetuar në Amerikë?" Arjani buzëqesh i lehtë dhe tha, "Po, birë, por më beso, asnjë vend nuk është më i bukur se ky. Nëse ke dashuri e njerëz." Fëmia e pa me sy të ndritur dhe iku duke qeshur. Aty Arjani kuptoi se ishte kthyer jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Ishte bërë një shembull për brezin e ri, për ata që ëndërronin të iknin pa e njohur mirë atë që kishin. Në mbrëmje, ndërsa po pinin çajin pranë oxhakut, nëna i tha me zë të butë, "Tani që je kthyer, shtëpia jonë s'është më e zbrazët. Drita është kthyer në çdo qoshe." Arjani e shtrëngoi dorën dhe u betua se kur më nuk do t'i linte vetëm. Një mëngjes, Arjani vendosi të hapte një punishte të vogël për përpunimin e produkteve të fshatit, djath, reçel, vaj ulliri. Donte t'i jepte mundësi fshatarëve të punonin dhe të mos iknin më. Babai e pa me habi dhe i tha, "Kjo është ëndra jote e re, birë?" Arjani u përgjigj me bindje, "Është ëndra jonë. Nuk dua më të jetoj për veten. Dua që të gjithë këtu të ndjejnë se mund të bëjnë diçka të madhe." Pa ikur nga vendi, brenda pak javësh, me ndihmën e disa bashkëfshatarëve, punishtja u ngrit. Të rinjt nisën të vinin për të mësuar, të moshuarit sillnin përvojën e tyre. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, në fshat kishte zëra, shpresë dhe dritë. Një ditë, një gazetar nga qyteti erdhi për të bërë një reportazh. Ai e pyeti Arjanin, "Pse vendose të kthehesh pas kaq shumë vitesh?" Arjani e pa drejtë në sy dhe tha, "Sepse pasuria nuk është në xhep, por në zemër. Dhe zemra ime ishte këtu, me prindërit, me fshatin, me rënjët, jetët nisën të ndryshonin. Fshati mori gjallëri. Rrugët filluan të pastroheshin, fëmijët shkonin në shkollë me më shumë shpresë dhe njerëzit nuk flisnin më për ikje, por për ndërtim." Arjani ndjeu se më në fund kishte gjetur paqen që e kishte kërkuar në gjithë botën. Një mbrëmje, ndërsa nata kishte zbritur e qetë, u ul pranë prindërve. Babai mbështeti dorën mbi supin e tij dhe i tha, "Tani mund të vdes i qetë. E di që vendi nuk do mbetet bosh." Arjani u përlot dhe i u përgjigj, "Jo, babë. Tani fillon gjithçka." Në heshtje, shikuan qiellin plot yje. Ishte e njëjta verandë, i njëjti qiell, por një botë krejt tjetër. Një botë që kishte rilindur nga dashuria, nga kthimi, nga ndjesa. Arjani e kuptoi se shtëpia nuk është vendi ku jeton, por zemra ku kthehesh. Dhe ai ishte kthyer përgjithmonë. Me kalimin e kohës, Arjani nuk ishte më thjesht një bir i kthyer, ai ishte bërë një udhëheqës i heshtur i komunitetit. Fshatarët e shikonin me respekt dhe dashuri, ndërsa të rinjt e vinin si shembull për të mos u larguar nga vendi i tyre. Por Arjani ndjente se kishte akoma diçka që duhej të bënte, të siguronte të ardhmen e fshatit. Ai filloi një projekt të madh, një shkollë të vogël komunitare për fëmijët dhe të rinjt që nuk mund të shkonin në qytet. Synimi ishte i qartë, të mos i lejonte më të rinjt të largoheshin për shkollë dhe mundësi. Me ndihmën e donatorëve dhe disa ish shokëve emigrantë që u kthyen, shkolla u ndërtua me mure të forta dhe dhoma të ndriçuara. Çdo klasë kishte libra, tavolina të reja dhe një bibliotekë të vogël ku fëmijët mund të lexonin e ëndërronin. Një ditë, teksa vizitonte shkollën e re, Arjani e pa nënën duke u buzëqeshur teksa shikonte fëmijët që hynin me zë të lartë dhe të lumtur. Ajo i tha butë, "Biri im, ti e ke kthyer çdo gur të këtij vendi. Tani nuk është vetëm shtëpia jonë që ka rilindur, por e gjithë kjo tokë." Arjani e përqafoi fort. Ishte një moment ku dhimbja e viteve të humbura u shndërrua në forcë, shpresë dhe realizim. Pas hapjes së shkollës, Arjani mori një ide të re, të ndërtonte një memorial për babain e tij dhe të gjithë ata që kishin luftuar për këtë tokë.
Memoriali nuk ishte vetëm një gur apo statuj, por një hapësirë ku fshatarët mund të mblidheshin, të kujtonin të shkuarën dhe të frymëzoheshin për të ardhmen. Puna filloi me entuziazëm. Të rinj ndihmonin në ndërtim, gratë sillnin ushqime për punëtorët dhe Arjani qëndronte çdo ditë pranë tyre, duke ndarë kujtime dhe mësime. Kur memoriali u përfundua, një ditë pranvere, u mbajt një ceremoni e vogël. Arjani foli me zë të qetë, ky memorial është për të gjitha ata që na dhanë rënjët dhe shpresën. Babai im më mësoi se dashuria dhe përkushtimi janë më të fuqishme se çdo pasuri. Ne jemi këtu sot, jo për të vajtuar humbjet, por për të ndërtuar diçka që do të zgjasë për brezat e ardhshëm. Të gjithë fshatarët u mbajtën dorë për dore, disa me lodh në sy, të tjerët duke buzëqeshur. Arjani ndjeu një qetësi të thellë. Ai kishte kthyer humbjet dhe vuajtjet në forcë, kishte ndërtuar trashëgimi dhe kishte treguar se dashuria për tokën dhe për njerëzit mund të rikthejë gjithçka që ishte humbur. Në atë mbrëmje, ndërsa dielli perëndonte mbi memorial dhe mbi fshat, Arjani u ul pranë nënës dhe shikoi qiellin. Ai e dinte se gjithçka që kishte bërë nuk ishte vetëm për babain dhe për prindërit e tij, por për çdo njeri që donte të rikthente shpresën dhe të ndriçonte një vend që duke i harruar. Me hapjen e shkollës dhe memorialit, Arjani filloi të ndjente se jeta po merrte një ritëm të ri. Fshati kishte rilindur, por ai vetë ndjente boshllëk në zemër. Pas gjithë viteve të punës dhe përkushtimit për prindërit dhe komunitetin, Arjani kuptoi se nuk kishte menduar kurrë për veten. Një ditë, ndërsa po shpërndante libra për bibliotekën e shkollës, takoi një mësuese të re që ishte transferuar nga qyteti. Ajo quhej Elira. Sytë e saj të ndritshëm dhe buzëqeshja e ngrohtë i dhan Arjanit një ndjesi që kishte harruar, një shpresë për dashuri dhe praninë e dikujt për të cilin mund të kujdesej jo vetëm për komunitetin, por edhe për zemrën e tij. Ata nisën të flisnin shpesh. Çdo takim ishte i thjeshtë, një bisedë për fëmijët, për shkollën, për tokën. Por Arjani ndjente se çdo fjalë e saj i ngjiste në shpirt diçka që kishte qenë e zhdukur gjatë emigracionit, gëzimin e pranisë së dikujt tjetër përtej detyrimeve dhe përgjegjësive. Me kalimin e javëve, lidhja mes Arjanit dhe Elirës u forcuar. Ata punonin bashkë për shkollën, për fshatin, për çdo projekt që mund të ndihmonte komunitetin. Por në zemrën e Arjanit ishte një dyshim i heshtur. A do të mund të kujdesej për një dashuri personale, ndërsa kishte një fshat të tërë që varet nga ai? Një mbrëmje, pas një dite të gjatë pune në fushë, Arjani dhe Elira u ulën pranë xhakut dhe ajo i tha butë, nuk duhet të ndihesh fajtor që mendon edhe për veten, Arjan. Dashuria nuk e heq përgjegjësinë, por e bën më të lehtë çdo barë. Ai e pa me kujdes dhe për herë të parë ndjeu se nuk ishte vetëm. Fshati kishte nevojë për të, po ashtu edhe zemra e tij. Në atë natë, ndërsa qielli ishte i mbushur me yje, Arjani vendosi se do të pranonte dashurinë që ishte shfaqur si një dritë e re në jetën e tij. Ishte koha të bënte hapin tjetër, jo vetëm për fshatin, por edhe për veten. Ditët e mëpasshme ishin të mbushura me një energji të re. Arjani dhe Elira punonin së bashku në shkollë, në fushë dhe në projektet e komunitetit. Ata nisën të vizitonin familje, të ndihmonin pleq të vetmuar dhe të organizonin aktivitete për fëmijët. Çdo veprim bashkë e bënte Arjanin të ndjente se dashuria nuk është pengesë, por forcë. Një ditë pranvere, kur lulet mbushnin arat dhe zogjt këndonin mbi pemët e reja të mbjella, Arjani e mori Elirën për dorë dhe i tha: "Kam kuptuar diçka të rëndësishme. Dashuria dhe përkushtimi nuk janë dy rrugë të ndryshme. Ato ecin bashkë. Dhe tani, më lejo të ecim së bashku, jo vetëm për ne, por edhe për këtë vend që na dha gjithçka." Elira buzëqeshi dhe i mbajti dorën fort. Në atë moment, Arjani ndjeu se gjithçka kishte kuptim, kthimin, dhimbjen, përpjekjet, punën dhe dashurinë. Ishte një kapitull i ri, ku jeta e tij dhe e fshatit ishin të lidhura, dhe ku çdo veprim, çdo përpjekje, do të mbetej si trashëgimi për brezat e ardhshëm. Me ardhjen e verës, fshati ishte më i gjallë se kurrë.
Shkolla e komunitetit dhe memoriali ishin bërë qendra e aktivitetit, ndërsa Arjani dhe Elira punonin pa u lodhur. Por me çdo ditë që kalonte, sfidat nuk mungonin. Një pjesë të rinjve që ishin kthyer nga jashtë, nuk ndiheshin të motivuar për të punuar në tokë dhe shpesh u largoi detyrave. Një ditë, Arjani i thiri të gjithë në qendër të fshatit. Me zë të qetë, por të vendosur, u tha, nuk mund të ndërtojmë të ardhmen duke shkuar gjithmonë drejt largimit. Duhet të punojmë këtu, me njerëzit tanë, me tokën që na ushqen. Nuk është vetëm detyrë, është dashuri për vendin dhe për ata që e duan atë. Fjalët e tij ranë në zemrat e të rinjve. Disa e shikonin me mosbesim, por më vonë filluan të ndihmonin në projekte të vogla, të riparojnë rrugë, të pastrojnë arat dhe të mbjellin pemë. Elira e ndihmonte duke u dhënë mësime praktike dhe duke organizuar punëtoritë e fëmijëve, ku ata mësonin jo vetëm për tokën, por edhe për bashkëpunimin dhe përgjegjësinë në një pasdite të nxehtë. Ndërsa po rikuperonin një pjesë të tokës së vjetër të familjes, Arjani ndjeu një lodhje të thellë, por jo të zakonshme. Ai u ul nën hijen e një peme të madhe dhe filloi të flasë me Elirën, ndonjëherë mendoj se po marr mbi shpinë më shumë se ç'duhet. Fshati, prindërit, puna, çdo gjë. Tha me zë të ulët. Elira i mbajti dorën dhe i tha, nuk je vetëm, Arjan. Nuk mund të përballosh gjithçka vetëm, por mund të përballesh me të gjithë. Dhe ne jemi këtu për të ndihmuar. Ai e pa dhe ndjeu një lehtësim të madh. Kuptoi se ndarja e barës dhe pranimi i ndihmës nuk ishte shenjë dobësie, por forcë. Dashuria dhe përkushtimi nuk mund të jenë të vetmuara, ato rriten kur ndahen me të tjerët. Me fillimin e vjeshtës, fshati kishte ndryshuar plotësisht. Shkolla punonte me ritëm të plotë, memoriali ishte vendi ku njerëzit mblidheshin për të kujtuar të shkuarën, dhe puna në arat dhe fermat e vogla e kishte kthyer tokën në një vend të begatë. Arjani dhe Elira ishin bërë pjesë e pandashme e komunitetit dhe e njëri tjetrit. Një mbrëmje, ndërsa dielli perëndonte mbi malet, Arjani u ul pranë Elirës dhe tha, tani kuptoj se gjithçka ka kuptim. Çdo sakrificë, çdo dhimbje, çdo moment i humbur në emigracion, më solli këtu për të bërë ndryshimin. Dhe tani, nuk jam vetëm në këtë rrugë, Elira buzëqeshi dhe i tha, ne jemi së bashku, Arjan. Për fshatin, për familjen dhe për dashurinë që ndjejmë për gjithçka që kemi krijuar. Nata ra mbi fshat dhe qielli ishte i mbushur me yje. Arjani ndjeu një paqe të thellë në zemër. Ai e dinte se kur nuk do të ishte i vetmuar, dhe as fshati nuk do të ndjente më braktisje. Çdo hap, çdo përpjekje, çdo zemër e ndihmuar, ishte një trashëgimi që do të jetonte për brezat e ardhshëm. Me fillimin e dimrit, fshati u përball me sfida të reja. Rreshjet e shiut dhe bora e parë kërcënonin fermat dhe rrugët e fshatit. Por Arjani nuk u dorëzua. Ai organizoi grupet e fshatarëve për të siguruar që toka të mos dëmtohej, të riparoheshin shtëpitë dhe të furnizohej çdo familje me nevojat bazë. Elira e ndihmonte duke planifikuar shpërndarjen e ndihmave dhe duke ndihmuar fëmijët e shkollës të mos ndalonin mësimin. Një mbrëmje, ndërsa po ktheheshin nga shpërndarja e ushqimeve, Arjani i tha, e di që është e vështirë, por çdo gjë që bëjmë ka kuptim. Fshati është si një trup i vetëm, nëse ndihmoni pjesën më të dobët, gjithë trupi qëndron fort. Elira e pa me admirim dhe ti e zemra e këtij trupi, Arjan. Ata punuan pa pushim dhe bashkëpunimi i tyre frymëzoi të gjithë fshatin. Ishte një provë që tregonte se dashuria dhe përkushtimi mund të përballojnë çdo stin të keqe. Kur dimri u bë më i thellë, një krizë e vogël shpërtheu. Një nga shtëpitë e pleqve të fshatit u dëmtua nga bora dhe kërcënonte të shembej. Arjani dhe disa të rinj u vunë menjëherë në veprim. Ata punuan gjithë ditën dhe natën për të riparuar çatin dhe muret. Elira qëndronte pranë tyre, duke i mbajtur të ngrohtë dhe duke u dhënë energji me buzëqeshjen e saj. Pas përfundimit të riparimeve, pleqt u ulën në verandë dhe thanë me lodh në sy, kemi menduar se askush nuk do të kujdesej për ne, por ju na treguat të kundërtën. Arjani e kuptoi se çdo përpjekje nuk ishte vetëm punë fizike,
Ishte dashuri në veprim, ishte ndihma që kthen një komunitet të thyer në një familje të fortë dhe të bashkuar. Kur dimri u largua dhe pranvera erdhi përsëri, fshati ishte më i gjallë dhe i bukur se kurrë. Pemët kishin dalë, arat ishin të punuara dhe shkolla e komunitetit punonte me energji të plotë. Ariani dhe Elira qëndronin pranë fshatarëve dhe ndiqnin çdo hap të ndryshimit që kishin sjellë. Një ditë, ndërsa po shikonin diellin të perëndonte mbi kodrat e fshatit, Ariani i tha Elirës, "E di tani, dashuria nuk është vetëm për ne. Është për të gjithë ata që besojnë se një ndryshim është i mundur. Çdo sakrificë, çdo moment, çdo përpjekje ka kuptim." Elira buzëqeshi dhe e përqafoi, "Dhe tani nuk je më vetëm, Arian. Ne ecim së bashku, për fshatin dhe për zemrën tonë." Nata ra mbi fshat dhe qielli ishte plot yje, si një kujtim për të gjithë ata që kishin punuar dhe sakrifikuar. Ariani e ndjeu paqen dhe plotësinë që kishte kërkuar gjithë jetën. Ai e kuptoi se kthimi i tij, dashuria për prindërit, puna për komunitetin dhe dashuria e re për Elirën kishin krijuar një kapitull të ri, një kapitull të jetës që do të frymëzonte brezat e ardhshëm. Me kalimin e muajve, një lajm i papritur mbërriti në fshat. Një kompani e madhe donte të blinte pjesë të tokës për një zhvillim industrial. Shumë fshatarë menduan se kjo ishte mundësia për t'u pasuruar, por Ariani dhe Elira kuptuan se një projekt i tillë do të shkatëronte natyrën, tokën dhe bashkëpunimin që kishin ndërtuar me aq mund. Një mbledhje u organizua në qendër të fshatit. Ariani foli me zë të qetë, por të vendosur, "Nuk është vetëm toka jonë që është në lojë. Është komuniteti, është historia jonë, janë brezat që do vinë pas nesh. Ne mund të jemi të pasur për një moment, por nëse humbasim tokën dhe vlerat tona, humbasim gjithçka." Fshatarët u diskutuan, disa me dyshim, të tjerët me frikë. Por energjia dhe pasioni i Arianit dhe Elirës filluan të ndikojnë mbi të gjithë. Ata e kuptuan se pasuria e vërtet nuk blihet, por ndërtohet me punë dhe dashuri. Në javët që pasuan, Ariani dhe Elira organizuan grupet e fshatarëve për të mbrojtur tokën dhe për të zhvilluar projekte të qëndrueshme. Ata ndërtuan kanale ujitjeje, riparuan rrugë dhe krijuan bashkëpunime me fermerë të zonave të tjera për tregun e produkteve të tyre. Një ditë, një përfaqësues i kompanisë erdhi për të diskutuar. Ai e pa vendosmërinë e Arianit dhe Elirës dhe tha, "Ndonjëherë paratë nuk fitojnë gjithçka. Ju keni diçka që nuk blihet, një komunitet të bashkuar." Fjalët e tij i dhan Arianit dhe Elirës një konfirmim. Gjithçka që kishin bërë, çdo sakrificë dhe përpjekje, kishte vlerë. Ata nuk po mbroheshin vetëm nga një kërcënim i jashtëm, por po krijonin një trashëgimi të vërtet për fshatin. Pas sfidave të shumta dhe përpjekjeve të palodhshme, fshati u stabilizua dhe komuniteti u forcuar. Ariani dhe Elira ndjenin se gjithçka kishte kuptim. Dashuria për njëri tjetrin, për prindërit, për fshatin dhe për tokën e tyre kishin krijuar një histori që do të tregojë brez pas brezi. Një mbrëmje, ndërsa qielli ishte i mbushur me yje, Ariani foli me zë të butë pranë Elirës. Tani kuptoj se çdo sakrificë, çdo dhimbje dhe çdo moment i kaluar larg vendit tim, më solli këtu. Tani nuk jam vetëm një birë që u kthye. Jam pjesë e një komuniteti, pjesë e një trashëgimie. Elira buzëqeshi dhe I mbajti dorën fort, "Dhe ne do ta ruajmë këtë trashëgimi, jo vetëm për ne, por për të gjithë ata që do të vinë pas nesh." Në atë çast, Ariani ndjeu një paqe të thellë dhe një plotësi të rrallë. Ai e dinte se kthimi I tij kishte transformuar jo vetëm jetën e tij, por edhe të gjithë komunitetin. Çdo hap, çdo përpjekje dhe çdo ndjenjë e ndarë me të tjerët kishte krijuar një histori që do të jetonte për gjithmonë. Me pranverën që kishte mbushur fshatin me ngjyra dhe aromë, Ariani ndjente se një kapitull I ri po hapet për të. Shkolla e komunitetit punonte me energji të plotë. Memoriali ishte vendi ku fshatarët mblidheshin për të kujtuar të shkuarën. Dhe punishtja e vogël ishte bërë një qendër për të rinjt që donin të mësonin zanate dhe të ndihmonin në zhvillimin e tokës. Por Ariani ndjente një sfidë personale që nuk mund ta shpërdoronte. Ai donte të krijonte një familje të vogël me Elirën, por përgjegjësitë e shumta shpesh e mbanin larg. Një natë, pranë oxhakut, ai foli me të "Ndihemi ndar, Elira.
Dua të jemi së bashku, por gjithçka rreth nesh kërkon vëmendjen time. Elira e përqafoi dhe i tha, nuk duhet të zgjedhim midis dashurisë dhe përkushtimit. Dashuria jonë mund të rritet bashkë me çdo gjë që kemi ndërtuar. Ariani kuptoi se mund të kishin të dyja, dashurinë dhe misionin për komunitetin. Ditët kalonin me sfida dhe suksese. Ariani dhe Elira punonin së bashku, duke ndihmuar fshatarët, duke mësuar fëmijët dhe duke përmirësuar infrastrukturën e fshatit. Një ditë, një grup i rinj nga qyteti erdhi për të mësuar nga eksperienca e tyre. Ariani ndjeu krenari dhe përgjegjësi të madhe. Në një moment pushimi, ai i tha Elirës, e di tani, çdo sakrificë ka kuptim. Nuk është vetëm puna, por dashuria që i japim çdo gjëje që bëjmë. Elira buzëqeshi dhe ju afrua, dhe tani ne e ndjejmë frytet e kësaj dashurie, jo vetëm për komunitetin, por edhe për ne. Ata kuptuan se bashkëpunimi, dashuria dhe përkushtimi i përbashkët kanë fuqinë të ndryshojnë një jetë dhe një komunitet. Në fund të verës, fshati kishte rilindur plotësisht. Ariani dhe Elira organizuan një festë për të gjithë komunitetin, për të festuar jo vetëm punën e tyre, por edhe bashkëpunimin dhe dashurinë që kishin ndërtuar. Fëmijët vallëzonin, të rinjt ndanin histori dhe të moshuarit shikonin me krenari. Ariani u ngrit për të folur dhe tha me zë të ngrohtë, sot nuk festojmë vetëm punën që kemi bërë, por gjithçka që kemi ndarë, kohën, përkushtimin, dhimbjen dhe dashurinë. Kjo është trashëgimia jonë dhe ajo që do të jetoj për brezat e ardhshëm. Elira qëndroi pranë tij, duke mbajtur dorën e tij. Fshati ishte i bashkuar, dashuria dhe respekti kishin mbushur çdo qoshe, dhe Ariani ndjeu paqen që kishte kërkuar gjithë jetën. Ai e kuptoi se kthimi i tij, dashuria për prindërit dhe për komunitetin dhe lidhja e re me Elirën kishin krijuar një histori të jashtëzakonshme, të cilën askush nuk mund ta shkatërronte. Me fillimin e vjeshtës së fundit të historisë son, Ariani ndjente një qetësi të thellë në zemër. Fshati kishte arritur stabilitet dhe çdo familje ndihej më e sigurt dhe më e lidhur me tokën e tyre. Shkolla dhe punishtja e vogël kishin frymëzuar të rinjt, ndërsa memoriali kishte bërë që brezat të kujtonin të shkuarën dhe të mbanin gjallë historinë e vendit. Një ditë, Ariani dhe Elira shkuan pranë arës ku dikur Ariani kishte punuar si fëmijë. Ai ndjeu diçka të veçantë në ajrin e pastër dhe tha, e di tani, çdo hap që kam bërë, çdo vit që kam humbur, çdo sakrificë na ka sjellë këtu. Nuk ka gjë më të çmuar se të jesh pjesë e diçkaje që do të jetoj edhe pas teje. Elira e pa me buzëqeshje dhe i mbajti dorën, dhe kjo është vetëm fillimi. Çdo gjë që kemi ndërtuar do të vazhdojë të rritet, ashtu si dashuria jonë për këtë vend dhe për njëri tjetrin. Dita e fundit e historisë ishte një festë e vërtetë. Fshati u mbush me njerëz, muzikë dhe ngrohtësi. Ariani dhe Elira u përqafuan dhe ndoqën çdo moment me mirënjohje. Të rinjt këndonin dhe vallëzonin, ndërsa të moshuarit i shikonin me sy të mbushur me lot gëzimi. Në një moment, Ariani u ngrit për të folur, sot nuk festojmë vetëm punën tonë, por të gjithëve që dhan pak nga zemra e tyre për këtë vend. Çdo sakrificë, çdo përpjekje dhe çdo ndihmë e vogël ka sjellë këtë ndryshim. Ne jemi më shumë se një komunitet, jemi një familje, të gjithë duart trokasën dhe buzëqeshjet ishin të sinqerta. Ariani ndjeu se çdo vit i largët në emigracion. Çdo mungesë dhe çdo vuajtje kishte qenë pjesë e këtij kapitulli të madh. Kur nata ra mbi fshat dhe yjet mbushën qiellin, Ariani dhe Elira qëndruan pranë memorialit. Fshati i tyre kishte rilindur, njerëzit ishin bashkuar dhe çdo gjë kishte kuptim. Ai e shikoi qiellin dhe i tha Elirës, e di tani, gjithçka që kam bërë ka pasur një arsye. Kthimi im nuk ishte thjesht një rikthim fizik, ishte një rikthim shpirtëror. Dashuria për prindërit, për tokën dhe për komunitetin, dhe tani edhe për ty, e kanë bërë jetën time të plotë. Elira buzëqeshi dhe e përqafoi, dhe tani e di që çdo sakrificë dhe çdo moment i kaluar larg ka krijuar këtë histori. Një histori që do të jetoj për brezat që do të vinë. Ariani ndjeu një paqe të thellë dhe një plotësi që kishte kërkuar gjithë jetën.
Ai e kuptoi se historia e tij nuk ishte vetëm një rrëfim personal, por një mesazh i fuqishëm. Dashuria, përkushtimi dhe bashkëpunimi mund të ringjallin çdo vend, çdo komunitet dhe çdo zemër të humbur, dhe kështu. Historia përfundoi me një ndjesë shpresë dhe inspirimi, duke treguar se kthimi dhe përkushtimi nuk vijnë kurrë kot dhe se dashuria ka fuqinë të ndryshojë botën. Historia e Arianit dhe Elirës përfundon këtu, duke përmbledhur temat kryesore: rikthimi, dashuria, sakrifica dhe ndërtimi i një komuniteti të fortë.